Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Do bëjmë një mesazh për ju. Letrat nuk më rrinë në duar. Nuk e di, duan ke shumë mesazhe të dashur Luana, po shumë gjëra për të thënë. Ja ku doli, po dua të nxjerr në këtë mënyrë dhe marrim ja këtu. Letra për ju, 6 të monedhës. Të dashur, sikur ka ardhur koha të bëjmë një bilanc të gjërave. Tani mund të jetë dhe për keq dhe për mirë. Një bilanc ti vini gjërat përpara dhe të shohim. Kjo bën, kjo s'bën, kjo bën, kjo s'bën. Këtë kam bërë mirë, kam bërë këtë, se kam bërë mirë, heq. Në për një farë mënyrë të seleksiononi gjërat. 6 të monedhës është një mënyrë e qëllërimit, një lloj heqje stresit. Dakor? Kjo është ai bilanci. Mund të jetë për shumë gjëra, siç thash, dhe për të mira dhe për të këqija. Pra, të ndani shapin nga sheqeri. Këto do i marr, se janë të mira, këto nuk do t'i përsëris më. Do thotë absolutisht mësojmë nga gabimet tona, por që një lloj bilanci ka ardhur koha të bëni çfarë dhe si më tutje. Të dashur Luan.